Nëse ne nuk e nderojmë njëri tjetrin, as bota nuk do të na nderon. Nëse ne e nderojmë njëri tjetrin, e falim dhe ndihmojmë, edhe bota do të na nderon, edhe Zoti do të na falë dhe do të na ndihmon. Mjaft mo, populli është të zim. Mjaft mo, mjaft u bo bol me rane me mashtrime, bol me ignorancë e arrogancë. Është koha e zgjimit që luta mos përsëritet. Po i bëj thirrje familjes Qashari, nëmët, fëmijëve të pramë, gjithë atyre që kanë dhënë dëshmor, gjithë atyre që kanë dhënë shans, që të na bashkohen, që me Nisemitin në ora 12 po 2 marshojmë. Nuk dojmë kërkon të akuzojmë, ne dojmë zgjim, që bota të na nderon, po ani të nderojmë njëri tjetrin, të falmi njëri tjetrin, të pajtohemi në mes vetit që teshe me mirësi të ndryshojnë. Deputet të nderuar, nëse nuk keni kuptuar ende, këtë po ja themi sot publikisht, ju nuk jeni pronar të këtij shteti, jeni punëtor të tij, dhe populli që u votoi, po i shikon, po i gjykon, dhe nuk do t'ju afal këtë, lojë të pult me demokracinë.